Kali nuk duhet të ishte atje. Aku me pak gjale. Est. Shurrete mbi shamene makines, sikur donte ta shkepute nga rruga. Lutia shtrengonte volanin me të dia duart. Nuk gjete gishteve të zbardhurën nga forkën. Jo do pikej u gjikej reshkiste poshtë eksamit. Duket se qonte me vetin një kopes të ati shkullstimi ka jo per pikej të haronte. Ditën kur babai i sa që kishte nisur në njes të hitejnë gjashme. Dhe nuk ishte këthir me kërri. Radioja shkipton të lajshme per ererat e fortate rruget e përmbitura. Por agjo nuk i vjen të vesh. Syte i këndronin të fiksua nektesën per para në ati pjese të rrugjes ku asfaltizuke në mjegullen i trashi. Dhe pastaj pa diçka. Ja hije e red, duk dridur, në mes të kariksates. Lutia goditi frenat me të gjithe forsen, makina reshkiti në ugjin e akumuluar. Kur autometi finalisht ndaloj, nuk i mungonin me shume, se 10 metra per te goditur figuren këtë tani zbarte. Në shikal, i lagot deri në koke, me anët kënë griheshin të pinin me shpejstesin. Leshi zi ishte imbulon me balte, por gjo aksa të fshite plaget dhe të lake i krykezunin trupin. A gjon griu, gjo nga trondita por nga njogja e menje hershme. Ai ishte kali i babajt të saj, i njejti ka kishte zhdukur natën e aksidentit, i konsideruar i vdekur nga teg gjithëm. Stuhja, pesperiti, emri duke i shpetuar buzeve para se të mund të mendonte. Kalingriti kokën nga dale, si kur pesha e vitevi indalte nga të rieguarit shpesht. Site e tij, o zot, site e tij, ishin të njejtet kuj a zhumbante mend, kafete të le, menje shkelkim, intelligence koj gjithmone, e kishte magjep sukur ishte femigja. Por tani kishte diçka tjetër nëto. Dhimbje, frike, dhe diçka ke dukej si... Njoqe, Lucia gjelliti tate, 5 vjet. 5 vjet kë kur gjithë qka u rezua, kë kur agjo u betuate mosk të hejsh kurën e ate kitet të malguar. Dhe tani, dhe tanë e pare të këtimit të seshte dhe tiruar. I kaluara këndron të agje. Nemish dhe koke duki u dritur parasejl. Qur jetë të poshte fitres se kalit silot. I berin një hapte pasigur drajt saj, pastaj një qëter. Darisa koka e tich e varur potuaj se preku kapoten e makinis. Dhe ate herja gjopa. Te varur në kafe, gati e fshihur, nën kimetej nga teruara. Ishte një zinkshir prej lekore e vjetër. Në gjeshta ke babai i saj kishte insistuar tek dente, me emrin e saj ditelingjën e saj të djete. Zemra i ndaloj. Zinkshiri ishte i thjerë, lekura i thate nga koha. Për shkronjatem dhe mund te leksoheshin. Lucia, një bubulime u perplas në kjell, me fortese të gjite të qiret, dhe kaliu të roki trembur. Si të të zgjeruar nga paniku, Lutia veproj para se të mendonte. Doli nga makina, shiu e lagu bluzen në sekonda dhe i zgjati dorën nga dale. Shte në regull. Eshte në regull, pesperiti. Duke perdurur të njajtin ton ke babai i saj, perdorte me kafshete trembur. Stuja sepse nuk mund të ishte askush qeter. I shikoj dorane sajt të shtrire. Pastaj fytyrën e saj. Koha duket se ndaloj. Pastaj me një levizje akte lehte sa mezi e në gjeu. A i preku në fulen në gishtat e saj. Dhe atëhere ajo e kuptoj. Plagan e balen e kalit. Jo gjoki a i kishte fituar kur kishte kërsir, një gard kurajo, ishte dimbed gjete i vgjec, ishte saktesisht në të njajtin vend. Por si kishte imbigjetuar, gjate gjithe këti rivitive. Pse po këte hej pikerish tani, në momentin kurajo kishte nevoja mese shumtit e harunte, një vetetime qeterën rrisoj kjelin, dhe Lucia pa atë kje nuk kishte venere me pare, në kembeti per parme testu hise. Te perdre dur si parmakate per gjakura, ishin kopa teli me gjemba, të ferguar a thelen e mish. Gjaku jeret rjetë nga plaget, duke u perzja me ujën e shiut. Gjaku ne borej nuk gjenjente, dikush kishte provuar të vriste dhe paksa ia kishte dale. Lucia shtrengoj tonikete me duar të dridura. Gishtat reshkitnin në leshin e lagurte, struizen djersa drita i torqës. Barejnë e kafen e saj, duke hedur hishe valezuese, në muret e hambarit të vjeter. Era indrishkur të kashte semikizuar i mbushte në fullat. Por ishte ere e embel dhe metalike e gjakut ke e bente te geliste tate. Qedutel me gjemba ke agjo hikte nga kembet e kafshez. Zbulonte plageme e te tela si qkishte. Para shikuar prerje të pastra, bërdri nga duat në gjerezore. Qili do të bente kete me te? A pesh periti. Duke ditur se përgjigja ishte dikuner të pronen. Në të sila nuk e kishte pare per 5 vjet. Kali u drot kur ajo dezinfektoj plagene fundit, anet e tijën griheshin dhe binin me shpeshtasi. Në site kafe të e ret, Lucia pa jo vetem dimbje, por njoj eshke të suese. Sikur a i din të gjera ke agjo në gjoronte. Drita e torqes per nje, sastën risoj zingshirin e ndrishkur në toke, ku emri i saj unë Lucia, ende ishte i dukshem në njolla të gjakut. E objekti parendesis hem ishte dashmia se i kaluara kurri nuk ishte vdekur vertet. Ashtu si stuhia, një ere eftohte hiri në hambar permes të sarave, duke e bere të dridej. Jashte, stuhia kishte rritur fukine, duke e shënderuar rrugën prapane, shtepine kriesor në njëllu me balti.
por kiu ishte me pak e frikshme se ç'po e priste. Atje brenda, domat e paprikuara. Ky nga vdekja e babait, kujtimet ne që do gjep. Shtratiku ai kishte fjetur për herët e fundi para se të dilte atenate fatale. Stuhia lëshoi një zhurmë u let kuraxho undrit, sikur të protestonte kundër nishës së saj. Ludaja hezitoi. Pastaj mori zing sirin nga toka duke e fërkuar me gishtin e madh. Le vetëm atëherë vurire. Lekura ishte konsumuar nga ngjera anej, sikur diçka kishte kene e fshehur ati për vite. Me gishta ke veproni sikur nga vullneti i tyre. Ajo shtipi mbeshgjelesin dhe dëgjoi një klik, tuajse të padëgjueshëm. Një departim i fshehtë, brenda, i palosur 4 herë, ishte një kopë letre verde. Kur e shpalosi, zemra i ndaloi. Ishte shkrimi i babait. Ai shkrimi pjerte që përdorte në recetat veterinare. Por mesazhi nuk ishte për një klient, ishte për tisën. Nëse stuhia u këti, do të thotë këti e gati të dishte vërtetën. Hambari nuk ishte aksident. Dhe unë, pjesa tjetër i mesazhit ishte gjolosu e palëgjueshme. Lucien gjeu kembet i bene të buta. Hambari, që fare lidhje kishte hambari me, një zhurme e forte e beri të sirrej. Stuhia hirni me zete lartë, duke reshkitur ne dishemene i përgjakull. Lutaj u kthej nga dera e hambarit, ku druri vjetër kishu renkuar shperm. Asje jashte përveç e resires dëshut të pjerte. Por ajo ishte sigurte se kishte pare, levizje. Tu ushte dikush atje. Atiri zeri i saj që humbur në ulerimin e eres, as një përgjigje. Vetëm shurma e hapave në balte të shpejte, duke u larguar. Apo ishte thjesht imaginata. Guru këtje për të vëmendur stuhine, kali po shikon të fikse diçka pasaj. Nga dala e Lucia u këtje, në murin për bali, ku me pare kishte vetëm hi. Tani projektohej një siluete groteske, dikush me krahet hapursi i krikezuar. Dritaj torshes i rangaduar, duke rotulluar në token e shtipur para se të fikte. Duke i lene gjithçka në eresire. Në sekonde pasuis, një e vetëtime ndrisua e brendesine e hambarit, dhe atë herja gjopa, shenjën e mu. Shtatevia vertikale të hdendura në dru, sikur dikush të kishte numeruar dite, ose viktima, dhe pashte taja. I shkruar me diçka të erret ke nuk ishte bogje. E të gënxhu e të hetitu stuhia hirni përseri, këtë herë me një tonke i ngrirë gjakën. Nuk ishte frikë, ishte paralajmërim. Lucia mori dritën me duart të dritura, duke janë ndezur dhe drejtuar nga dera. Silueta kishte zhdukur, borne baltën e pragur, kartete dukshme, ishin gjurmet e kepuqeve një rezore. Dikush kishte kene eqe. Dikush kredinte se ajo kishte gjetur mesazhin. Dhe tani, ndërsa era ulerite si një shpirti munduar, nuk shela erën e dyrte lagur dhe diçka tjetër, benzine. Lucia kuptoi të vërtetën me të mërshmën nga të gjitha. Babai i saj nuk kishte vdekur në një aksident. Dhe kush do ke ishte atgjashti, në erresire. Kishte siguruar ke stuhia do të ishte viktima i radhës. Përveç nëse ajo do të zbulonte të vërtetën e pare. Në letra o drit midis gishteve të saj, ma të fjale nuk duhej të eksistonin, e këmë pak të ishin në duart e saj. Lucia u tërhok, derisa u përplas me derasat e mikurat e hambarit. Mesazhi i babait të ngjiton në gishtat e saj si ngjela kure e dite. Era ulerit për me të sarav, e duke bartur rok që kjo ajo nuk dëshironte të kuptonte. Hambari nuk ishte aksident. Syte sa e skanuan me furi pjesën qëtër të tekstit, borën gjalla i lageshtires, a ishte gjak, kishte glaberua pjesën me të rëndësishme. Kishte mbetur vetëm njënën shkrim i kunguar, dhe unë zbulova. Babajit, stuhia friu me forse pasaj, flegerat e saj të zgerara duke nu hatura gjërin. Kur Lucia në ngriti si te, gali po shikte me veme gjemurin ku shenjat e numerimit e ndileshonin nje lengta e ret. Shtate via, shtate qfare, shtate dite para vdekjes e babajt, shtate njerez. Polsi i saj rrihtën e te njajtin ritom, të shpejte me tundate. Stui se kë godis një token, tik-tak, që ore i asajnate fatale. Dhe pas të gjagjopa. Në qepin e poshtam të mesazit, gati të fshire, një vizatim i vogel, një drejt kendesh me një X, mbite, simbolikë babaj e saj përdorte në harta për të shenuar. Stali i ri, i shpetua buzeve në një fryme, në tesa prej betonin dertuar di muaj para aksidentit. Vindike a i kishte kembengullur të mbilte me seles pas punimeve. Njëti kë e kishte djegu, i parjet e në te, se bashku me trekwash terasez. Stuhia hirni papritur. Duke hedur kokën prapasikur, kishte ngjyranje kamshik të e padukshëm. Lucia mbajti kimet e saj, ndërsa kafsha u tërhok. Tundet e saj germonin token ku, ajo vurire tani. Duka kishte gjurmete fresketa të tërheqës. Dikush kishte germuar atje. Dikush ke nuk donte ke ajo të agjegje. Lopatën, mjeti ishte i fshehur. Pas një grumbull kashte, të hegja indi i lagur nga diwi fresket. Dart e saj vepron për para se trurit të procesonte. 3 godicën e token e ngjeshur, dhe lopata godit i diçka metalike, kasaforten, te vogel, të ndrishkuar, të tile që babai segjeruan të nën strat. Por çfarë dreki ishte varrosur në hambar.
Gishtate saj hezituan MBI kombinacionin. Derisa u kushtua dates ke ai perdorte. Per Gitska, ditelinja i nenes se saj. Mekanizmi u dorezua me një klik. Brenda, vetëm 3 objekte. Një fotografi e saj në moshen dëmbedje të vjeçare, duke hyperstuhine per here të pare, me dike të prere nga fotografia me tike. Një shishe ilaç veterinar të skaduar, me etiketan e gervishtur. 3. Një seles i nrishkua me një cordon blu, në gjyre e dokumenteve të bashkise. Shami i shishe skerceloj kuragjoj mori. Duke lëshuar një e rekimike kë i beri sytë të gjërgen. Në gjejstajre ke kishte mbushur, robate babajta të nati. Nuk ishte ilaç, ishte benzin Lucia gelitita te, aje dinte. Stuhia beri një hapte shpejta, veshet e saj duke u këthir nga ana i dërejs. Dikush po i afrëhej, hëpa të rëndëj të përzir me shumë. Nuk ishte imaginata, kali po nuk të ajrin me nofulen duke dridhur. Si të zgjeruar nga gjefrike këj, ajgju kuri nuk ishte pari me pari. Lotia i shtiu objektet në ek shepën dersa doreza, e hambarit kercelloj. Drita e torqe sufik, në eresirin absolut, mbeten vetëm të tinguj. Fryme Maria e shpejte e stuhiza. Do i gjurma e shiut në qati. 3. Të tingulli me i të mërshem nga tek gjite. Njëzi mashkullër duke kenduar me se teulet të njajtën melodi. Kër baba i saj gjithmone fiskelon të kur kush dhe saj per kafshet. Kush eshte atje? Sa ajo sfidoj. Gishtat duke getur doresen e lopates. Heshtje. Pastaj, një keshje. Eulet. I perpikte. Ndjekur nga gjashtë fjale ka ingrin e gjakun. Ajtë para lajmeroj se do të kthehesh. Drita i torqes rane toke me ndje godiqe. Duk zbuluar per një sekonde siluete në dëry. Në figuri e gjate me ditska të shëndryqme në dore. Jo një arme. Një shiringe. Stuhja shperthjune një hirni me kjo gjahonte si një beteje. Duke u nëngritur mbi tundet e pas me pikerisht kur. I panjohuri sulmoj. Lucia nuk mendoj, veproj. Lopata godit i krahun. E burit me një godit e të shurder. E ndekur nga tingulli metalit në cimento. E gërhiti duke u terrokur nga stuhja ndersa agjo kapiste kemet e stuhise. Shpejt! Gjagjo bertiti, duke u hedur në kuris të kalit pashale. Dudet e stuhise gjetën balten jashte, si kur gjalli vete po indikte. Lucia nuk kishte nevoje të shikonte prapa per të ditur. Resikutani kishte një fytyra, dhe një pitje dikte me shume se frika në gjoks. Qëfaret qëtar kishte fshehur babaj i sejgjë në atë qeles blu, dhe psi du t'i vriste dikush per të mbashtur të varrosër. Qelesi blu digshte në kshepin, e luqise si nje kopenderge gjegje e vjetur. Dhe tani dikush e identikja gjoj kishte. Se tundet i stuhi se shtipin në balte një rrugës fshatare, që edugori që duke jehuar si nje daule luftën e gjoks të elusise. I ra e benzine se ndem bushte robat e saj, gjo nga mesaji i babajt. Por nga motosiklet e ke indikte hapa. A gjo hot indja vestrim. MBI shpatël. Me dist pikave te shiut. Kërreshkis nin në fitirane e saj. Për drit në verde te o të mjetit kë pertitaj në rrugje pas tia. Shume afer. Me shpejt stuhja. U bertiti duke i shporgistat në kime në lagur të kafshes. Kali u per geg gjmenja hirnime të pasur. Duke këtjer magjetas në nxesh të këte vogel ke son të ne renojat e bashkise se vjeter. E ndjajta vend ku baba i punon të në netet para vdekjes. Ndërtesa i shembur duket sinje fantazme në mjegull. Dritaret e tira si të zbrazet ke vezgonin afrimin e saj. Lucia u rezua nga kuridzi i stuhise para se tendale shin. Qizmet e saj duke u futur në balta ndërsa vrapon të drejt. Dhe rest se hekur të ndrishkuar. Qelesi blu dridhej në gishtat e saj kër e futi në draj një përshtatje perfekte. Mekanizmi kërseloj, por ju në shtrua. Brenda heshtja ishte me e frikshme se stuhja. Agjrimban të eren e miku dhe letrave të vjetra. Drita e torqese saj zbuloj pirgje doshe shtarene. Por a shoke kendronte në kender të domes i beri të pergermohet. Nje tavoline metalike. E mbuluar me foto të shtate kvadzvetiv dhe kurn. Që do foto kishte një date të shkruar me dore, e fundit, saktesisht një qave para aksidentit të babajt. Dhe ne të gjita, i njajti detaj makaber, një shenje gjekjeje, në fome yli në shpinën e kafshev. Stuja friu nervoz gjashte, duke e paralajmeruar. Lucia yktje në kohej per të pare dritën, e motorit kës shponte mjegulen. Pa menduar, a gjo kapi dostjen me të trashe nga tavolina. Dhe u hod nga dritargja e tjerë në përgjesen e pasme. Duke ju rotulluar në balte ndersa dhe gjonte zhurmen e motorit kë afrohej. Egja,
Peshperiti perstuhine, duk e tërhekur pas një lisi të vjetër. Buri me motor zbriti me levizje të kete kapuci, ish ju duke i fshehur fytyren. E ndaloj paraderës se hapu, pastaj nexori diçka nga shepi, gjo shiringen, por në radio. A gjoj geti doshet, gerhiti me zeteulet, po të shtatet. Por ende nuk di per tetetin, i teti. Lucia shtrengoj doshin kunde gjoksit, duke në gjere diçka të forte prenda. Kur burri hirin e bashki, a gjo perfitue perta i kur ne hesqe. Duke e swastuine per me spili në vante rruges. Në nkuroren e pemeve, që ju ishte me i butej. Lucia hapi dosjen me duar të dridhura. Brenda perveç dokumenteve perkuasht, kishte një fletorit të vogël të zeze, ditarin në babajt. Fakete para ishin plot me sheni me rutine veterinare. Bonen gjedat e të vesante, 6 muaj para se të vdiste. Shkrimi i babajt ishte bere i qregullt, i nëgzituar, i gjetë sot, me ne i fën prova. Laboratori po perdur kweqt per të testuar, diçka shume me të kekes e steroidin. Diçka kë diklet nga Brenda. Krije bashkjaku e di, veterinari bashkjak e di, dhe tani unë e di shume. Lucia këthiu faken me gishta ke education si plam. Shënimi që tërishte akoma me shkëtesves. Dhe kam kontaktuar reporterin e gazetes rajonale per putemi per të takuar në hambate Martin. Nëse ndodh diçka me mua, ai i ka kopqet. Për me duhet me shume, me duhet kali i të te, i vetmi këm bizhetoj në testet e para. Ata e fshehen, por unë e diku. Bjesa që tëre fakes ishte shkier. Një dëgëti pasaj, stuhja unë ngrit në kembe me një hirni me alarmi. Lucia mbili ditarin me neksitim. Po gjoak shpejt së të shmangte. Bargjen e asaj ka ishte fshehur në faken e fundit, në gjë fotografi, i saj. Digi babajt në detalinjen e gjashtë mbetjete. Dikush kishte vizatuar një reste kukret vareseske a gjo kishte veshu. Në gjeshta vareske tani rendonte në kafen e saj. Në gjeshta ka përmbante në gjej sip kompjuterik të vogel të fshehur në pendën. Baba, që fare me vure në kafe? Në peshperiti duk prekur varesen këkure nuk e kishte hekër. Stuhja berin një hap prapa. Si te e sajë pas kiruan, i gjënkej shfakej midis pemevi, gjo burin me motor, apo një figure me tek gjate, min gje palto ke Lucia e njohu men gje herej. Veterinari bashkiak, dhe në duart e ti, shiringa shkelken të nën dritën në speto. Ajta këse koke fortesi babaj, ta buri duke uafruar. Por nuk ka nevojë të përfundosh e Lucia, mund të zgjidim këte në mënyre civil. Stuhia gerhiti duke i shfakur dëmbet. Lucia shtranga kjo njët kunde anë se saj, komunikimi vetëm i nevojshim. Kalish për t'ju në levizje, duke vrapuar drejt veterinarit. Ge u hod men gjanene sekondën e fundit, që ringarane balte ndërsa Lucia dhe stuhja zhdukeshin në pel. Puraju i dinte ke kjo nuk do të përfundon të këtu, sepse tani e kupton të te vërtetën. Shtate kuajt, e vdekur ishin vetëm fillimi. I teti, stuhja ishte prova e gale. Dhe a gjopa i ditur, bante selesin e gjithë skajën e kafe nisaj. Një celes ka njerëzit ishin gati të vrisnin për të rimare. Qipi nevare se pulsohte si një zemir e huaj, dhe tani Lucia e dinte pse shtate kuajt kishte vdekur për të fshehuratim. Pili pertiste Lucine dhe stuhine në një e resire të lagesht, që do kërcimi degjeve duke jehuar si një gjuvajqe. Varisa në kafe nisaj digshte, gjungang se tesia, por gaj vërteta këmene funde kishte kuptuan. Ke nuk ishte tesht një tip. Ishte dashmia, dorata e fundit nga babaj. Stuhja ekte me në file gati duke prekur toke. Luke në hatur rrugjan, ashtu siç kishte bere vite me pare. Kur je kishte gjetur të hëmbërnet e në gjajtat pigje. Vetem ke tania ta ishin të gjvajshtur. Ditari i babaj të rendon të në ekshepin e Lucize, bashke me shiringa ke kishte mbledhur nga balti. Në dëmimi, i vetem nga përplasja. Bika e pare e shut ke rambi dokumentin e hapur në duart e sejsh. Shpelau linje fjale, laboratori. Lucia pershpejtoj hapat. Luken gjekur shenimet e këngorat e babajt. Deri në nje e pastrim. Kumish këmëllonte diçka ke nuk ishte gur. Një dere metalike ndrishkuar. E barrosur në kend, gati e padukshme. Simboli i vullosur i veri barkunti permbiset. Ajn gjajti logo ka shihte no shishete klinikës. Veterinare bashkjake. Dhe poshti, e pikturuar me dore nga babaj. Mosu beso veterinarit. I teti eshte ketu. Stuhja unë ngrit papritur, gati e rezoj atë. Veshet e saj u kthjen prapa. Ka pena te ke Lucia ende nuk dëgjonte. Motori kjo afroheshin, me shume së një. Duhet të hish me Brenda. Pesperiti a gjo duke terhekur dorezen e hekut me forsej. Tera u leshua me një renkim metalik, duke zbuluar shkalet ke ziteshin në erresire. E raka unë ngriti beri Lucine të mbante hunden. Dezinfektanti persir me diçka te imbelde te kalbur. Mish në kalbje, shkalet kërqenonin nën kambet e saj ndërsa zbrisnin, drita e telefonit zbuloj mure të mbuluara me shkarpa të smendure, logarigje kimike, data emra kërç të krikezuar me dune. Dhe në fund të shkaleve, gjekeli e improvizuar. Brenda koka, shumete mera per të kene një rezore, shumete vogla per një kaleta rritur.
Lutia geliti Britmen kur dritan drisoj kafken e zgjatur në sep që zog. Kalitete. E ke kishtem bigjetuar sa per të zhvilluar, atë ngjitur në murin per bale. Një foto, izbehte tregonte. Stuhinë të repranë një bëri me perket helje të bardhe veterinarin bashkiak. Por diçka nuk ishte në rregull. Në bulja I kalit në foto kishte të ngjeshten shenjë illiciter de kurit. Ai të perdori e ti. Pesperiti Lucia duke prekur balane le muartes tuise. Kalifraju duke ferkuar koken të sikur të thoshte e din. Një hurme metali e beri atë tek të hej. Lagderane si perfakirën konte në ndonjë peshi. Zera të mbitur aritën tek ata. Lucia vrapojnë qepin me të larghe. Kunje tavoline e mbuluar me shishe dhe letra premtonte për gzikqe. Gjishtate saj gëtin një registru e zeri të varësur në raportet të falsifikuara. Kër shtipi play, zeri I babajt doli në peshperitje, nëse e dëgjon kete. Gani zbuluar se qfare baj në ketu. Ko asht ishin vetem fillimi. Serum experimental, kodi il, shënderon muskujt ne. Diçka tjetër, diçka ke nuk ndalet se rituri. Ribashkia ku dëshiron të shese per ushtrinë. Por deshtuam në testin një rezor. Ta gjite full në të ret vdikën në agonji. Të gjite perveç njerit. Një gjur me luftimi. Pastaj, kam gjetur të mbjetuarit. Kjo është arsye gjapse do të me vrasin. Qipi në varesan tende Lucia katet henat. Videot, qorji tek, egzistrimi përfundojnë statike. Jashte hapatërende gjehonin në shkalle. Lucia mori shishen me të afert. Vilajt, të e fyti në e kse bashke me registru e sen. Stuhja e shtu me koke drejt një hapje pas raftit. Një tunel, durata e fundit nga babaj. I qaj pare goditi murin mbi koken e saj. Kurajo tashme po vraponte per gjate. Tunelit të lagesht. Stuhia galoponte per parasicure dinte rrugën. Tuneli përfundonte në nje perua, në pjesën e pasme të pronese familjes. I najta ku kishte luajtur familje, por nuk kishte kohë per nostalgji. Larg në rrugë dritat blu rotuloheshin, automjet e policia. Lucia hipi në stuhina pa hezitim. Qipi në varesan e saj duke rahur kundar gjoksit si metronom. A gjotëni e dinte ku të shkonte. Vendi ka babaj e kishte përmendur në fund të regjistrimit. I vetmi vend ku videoja në ciptu të kishte kuptim. Streha komunale perken, ku gjëvullnetari I mbjetuar ende lehante nartin, dhe ku, nëse shënimet e babajt ishin të sakta. Jürgen German, I kvajtur tor kishte shenja identike me ato të stuhise në foto. Shenja ke nuk ishin nga gjegjet, ishin nga rigja. Stuhja unis në drejtim të kundet me dritat, duke sua lusine drejt zemres se vertetes. Një e vertete këdemte me shume se tratja, me shume se hëmgja, babaj saj nuk kishte kene vrare per të ditur shume. Kishte kene vrare per të perpjekur. Të shpetonte atë ke kishte mbetur. Një rezor në përbindashat kë kishin krigjuar. Dhe tani ishte detire e saj të I vendoste. Të shkateronte deshmine oze të perdorte atë. Ndërsa galoponin drejt qytetit, qipi ne varesen e saj registronte në heshtë qështu rajgjet e zemres se sej. Ashtu si që kishte bere natën kur babaj kishte vdekur.